me inteligjencën artificiale, gjë që sot po ndodh, ashtu siç duket sot utopik edhe qëllimi tjetër që të kemi në dispozicion një model të inteligjencës artificiale për të zhvilluar prokurimet publike pa pjesëmarrjen e njeriut, gjë për cilën po punojmë dhe kemi dhëna mjaftueshmërisht optimiste se një model të tillë i cili do të jetë i pari që do të vihet në funksion, besojmë deri tani të paktën me sa kemi parë në Europë, do ta kemi në dispozicion në fund të vitit të ardhshëm, deri në fund të vitit të ardhshëm apo brenda fundit të vitit të ardhshëm. Jemi në një bashkëpunim të përditshëm intensiv me Microsoftin dhe po ashtu po punojmë tani edhe me vende të tjera. Kemi pasur një workshop përpara pak javësh me përfaqësues nga 16 vende që janë duke u marrë me këtë produkt dhe jemi besim plot që do ta realizojmë. Ndërkohë që sot Durana tek parku merr jetë dhe kalon nga plani dhe legjislacioni në letër në realitetin e një numri jo të vogël kompanish që kanë shprehur interesin dhe që nga sot marrin dhe certifikatën e antarit të kësaj shoqërie të re digjitale, ku qëllimi ynë kryesor nuk është që të sjellim sa më shumë kompani të huaja, por qëllimi ynë kryesor është që të angazhojmë sa më shumë talente shqiptare dhe patjetër që drejtoria e ICE-s ka gjithë drejtën e vet që të jetë e buzëqeshur dhe krenare për numrin e kompanive të huaja që sot marrin certifikatën apo të tjera kompani shumë prestigjioze që siç e thanë nuk na kanë autorizuar ende që të përdorim emrin e tyre përpara se të përmbyllin procesin, por un jam i buzëqeshur për një arsye tjetër, sepse disa nga startupet që ne i kemi mbështetur kur kanë qenë në qeliz, sot të kthyer në kompani të reja, bëhen antar të parkut. Dhe përfitoj nga rasti që t'i çoj një mesazh nga këtu të gjithë atyre vajzave dhe djemve shumë të talentuar që pata privilegjin të takoj në një eveniment të përparshëm në të sallë, ku bashkë me ministren për sipërmarrjen ne prezantuam edhe programin e ri për fituesit e startupeve, për aplikantët për mbështetje nga startupet, dhe t'ju them që Durana tek parku është në radhë parë destinacioni i krijuar për ta, i krijuar për talentet shqiptare, i krijuar për vajzat e djem që janë këtu në Shqipëri ose që mund të jenë jashtë, dhe që duke regjistruar në këtë park fitojnë një status krejt special dhe ju hapet një perspektivë shumë inkurajuese pasi i ka të gjitha lehtësirat e mundshme. Për të realizuar Durana tek parku ne kemi bërë një analizë shumë të gjatë të parqeve teknologjike në Europë dhe në botë. Kemi shfrytzuar me shumë kujdes legjislacionin evropian, kemi parë si kanë funksionuar në vende të tjera, ku kanë qenë avantazhet dhe dizavantazhet, çfarë ka ecur më shumë dhe çfarë ka ecur më pak. Dhe besoj që kemi krijuar një kornizë që është unikale. Thjesht duke marrë më të mirën nga të tjerët dhe duke u përpjekur të evitojmë çfarë të tjerët
kanë hasur si problematika. Dhe sot ky park faktikisht çon përpara një revolucion digjital që do të vazhdojë hap pas hapi me shumë intensitet. Së shpejti ne do të prezantojmë edhe modelin tjetër të inteligjencës artificiale në shërbimet publike. Do të kalojmë nga asistentja digjitale i Albanias që vetëm orienton marrësit e shërbimeve me zë në një nivel krejt tjetër ku asistentja do të bëjë gjithë punën që sot e bën dikush që hyn për të marrë shërbimin. Pra asistentja nuk do të jetë më aty për të thënë kliko këtu, kliko aty, bëj këtë, fut atë, por do të marrë thjesht porosinë me gojë dhe do bëj shërbimin.